Rikthehemi në studio për të diskutuar për atë që ndodh në Kosovë, aktualitetin politik dhe çështjen e Hagës, së fakti çështje shumë e lakuar ditët e fundit, meqenëse kanë qenë edhe dëshmitë në mbrojtje të krerëve të ish-krerëve të UÇK-s që sot po mbahen në fakt në dhomat speciale të Hagës. Në këtë momente, ish-kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Isak Neziri, na bashkohet në bisedë. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve për ftesën. Do të flasim pak për situatën politike në Kosovë, ajo që na shqetëson të gjithëve, kur në shumë biseda televizive dhe jo vetëm kemi rënë dakord që deri diku Kosova është e izoluar për shkak edhe të asaj që zoti Kurti ka patur si reagim në raport me faktorin ndërkombëtar, por shohim që Vjosa Osmani po ka një qasje tjetër ndaj Amerikës dhe jo vetëm. A e ka izoluar vërtet Kosovën zoti Kurti në lidhje me aleatin më të fortë dhe më besnik të saj që është BE-ja? Do kisha fillu pak pa ndryshe për shkak se unë jetoj tash 27 vite në Gjermani dhe për faktin që kam të baj me Gjermanët, me Evropën, po mundem me u përgjigj me një këtë fakt që e vërtet është që qeveria aktuale me prishjen e marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian është ajo që vërtet e dërgon ose ka çu Kosovën në një degradim total. Kjo i bie që vërtet besimi i qytetarëve tash në prognozi dhe në lokale që kemi 12 tetor duhet të kenë kujdes vërtet se si veprojnë. Qartë. Sa i takon, meqenëse më kalove edhe tek çështja e zgjedhjeve lokale, partitë politike po bëjnë luftën e tyre, po bën përballjen e tyre që në fund të ditës të marrin sa më shumë komuna. Secila parti, pasi kemi një situatë politike ndryshe nga Shqipëri, kemi një polarizim disa parti politike që secila po lufton për pjesën e saj. Partia Demokratike ka një lloj projeksioni si e sheh veten në këtë zgjedhje? Pra, do të marrë shumë komuna? Po, vetë faktit që Partia Demokratike dhe të gjitha partitë në këtë rast që duhet të lavdoj për fushatën që ata e bëjnë, mirë po në këtë rast për Partinë Demokratike, konkretisht po flasim me kandidatët zgjedhur për komunat e Kosovës, është në një pozicion të lakmueshëm që ne pretendojmë vërtet të rrisim numrin e komunave që kemi paraprakisht. Dhe kësaj here me 12 tetor shpresojmë që qytetarit do e votojnë Partinë Demokratike, krahas kësaj edhe të pas parasysh pozitën politike, aktualitetit e Kosovës tashën me këtë qeverisje, shpresojmë që do e rrisim numrin e komunave. Aktualiteti më i madh politik që të paktën ka marrë vëmendjen mediatike ka qenë çështja e konstituimit të Kuvendit të Kosovës me një lloj telenovele të paktën në Shqipëri, kështu e kemi quajtur, të zonjës Haxhiu si emri potencial i vetvendosjes për t'u zgjedhur, por në fakt që dështoi në tërë ato seanca për qenë kryeparlamentarja. Mendon se në këtë zgjedhje të pak ditëve që pasojnë, të gjithë partitë politike pa dallim gjyrimesh, do të marrë një lloj shuplake për atë ngrirje të jetës parlamentare dhe të institucioneve që sollën për realitetin e Kosovës? Unë besoj që po, Partia Demokratike është ajo e cila është prononcuar qysh në fillim për konstituimin e Kuvendit dhe është deklaruar që ne do të votojmë kandidatin për kryetar të Kuvendit, por nëse nuk jetë nga ish-ministrat e qeverisë aktuale, dhe atë ka dëshmuar me votimin e zotit Basha tash në këtë rast mirë, po besoj që qytetari do e vërtetoj dhe do e dëshmoj që ka qenë një rrugtim i gjatë, një cungim i politikës, po e quaj ashtu, mos konstituimi i Kuvendit të shohim në 12 tetor se çka na sjellin qytetarët. Qartë. Por besoj që kur analizojnë gjithë peshën e Partisë Demokratike të Kosovës, është në ditën e saj më delikate kur flasim për gjitha atë grup apo atë familje politike? Po, krahas kësaj në Partia Demokratike është ajo e cila tash e prezanton programin e saj në zgjedhjet e 12 tetorit, në zgjedhjet komunale, dhe unë po ne në këtë rast si Parti Demokratike shpresojmë që të jemi shumë afër qytetarit, që vërtet qytetarit të kuptojë sakt, po sigur në zgjedhjet nacionale që kemi pas me nën shkurt, kësaj here jemi më afër qytetarit, kësaj here kemi një material të bollshëm, po quaj ashtu, që vërtet i jepet direkt qytetarit për të kuptuar se qeverisja me Partinë Demokratike është qeverisja e duhur për momentin në këtë krizë politike që Kosova gjendet. Me këtë rezultat të zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit që mori Partia Demokratike, e mori sepse realisht politika në Kosovë është në një gjendje jo në performancën e saj më të mirë të mundshme kur analizojmë në nivelin makro, apo për shkak se drejtuesit e saj, që në themelim, e deri më sot, për peshën që kam patur, për rrugën deri në pavarësi, e më tej në shtetformim, ndodhen sot në kushte jo normale?
E vërtet, Partia Demokratike në zgjedhjet e nënshkurtit ka pas një pozicion, po e quaj ashtu jo ndoshta për të lavdat, mirë po me pozicionin dhe me kandidaturën e kryeministrit Bedri Hamza është dëshmu si një lider, si një kryeministër që i duhet Kosovës, mirë po për fat, po e quaj për fat të keq, qytetari ka vendosur si tjetër për qeverisjen aktale, mirë po ne pretendojmë që dhe mendojmë që Partia Demokratike vërtet është ajo shtet ndërtuese, partia shtet ndërtuese e cila rrjedh nga ushtria sigurimtare e Kosovës, e cila është themeluar nga liderët tanë të ushtrisë sigurimtare të Kosovës, ku për fat të keq padrejtësisht i gjenden në Hag, dhe shpresojmë që në vitin e ardhshëm t'i kemë në familjen tonë të Partisë Demokratike në Kosovë. Para se të kalojmë tek çështja e Hagës me një ndjeshmëri shumë të lartë të fakt që ka padur ditët e fundit, e pretendon Prishtina në Partia Demokratike apo do të jetë një garë e vështirë dhe për shkak të natyrës së shkruaj qyteti, ka një peshë tjetër politike, rrënjët e vetëvendosjes i dim shumë mirë, gjithë performancën e zotit Rama që ka patur në këtë mandat, pra kur e analizon të gjithën e të tërën e saj? Do të jetë e vështirë për ta marrë? Nuk do të jetë e vështirë për shkak se Partia Demokratike me gjitha pretendimet e se i qunë jo është pretendime, mirë po ne i ofrojmë një program qytetarit, ne i ofrojmë një zgjedhje qytetarit. Kandidatët në potencova më herët, kandidatët të cilët janë të caktuar për komunat e Kosovës, janë njerëz të dëshmuar, janë njerëz vërtet, kandidatët të cilët kanë një background, kanë një punë të kaluar që kanë dëshmuar për Kosovën dhe poshtë në Prishtinë mendoj që Uran Ismaili e ka të qartë vizionin e tij, është i qartë programi i Partisë Demokratike për Prishtinën dhe ne shpresojmë dhe besojmë që Partia Demokratike do udhëheq nga 13 tetori Prishtinën. Zakonisht ne në Shqipëri por edhe në Kosovë kemi një lloj elektorati tjetër kur krahasohemi me vendet e Ballkanit, por edhe Europës juglindore. Mendon se do ta përqafojnë të rinë sërish pra këto tranzicionet me emra të rinj, me drejtues të rinj të kryeqytetit, aq më tepër tani një emër i ri që vjen nga Partia Demokratike, apo prap do të jetë një punë shumë e vështirë që të triumfojë? Në rand parë, Uran Ismaili nuk është një emër i ri, Uran Ismaili është një ndër themelues e Partisë Demokratike dhe është njëri shumë i afërt me Partinë Demokratike, në zemrën e Partisë Demokratike ku vërtet e ka dëshmuar edhe në udhëheqjen pozicionin e tij ku i ka pasur brenda partisë, kështu që është i njohur për partinë, ka qenë edhe më herët në garë për Prishtinën dhe qytetari njeh më së miri. Urani është një djalë i lindur në rritur në Prishtinë dhe ai njeh më së miri Prishtinën, në besoj që qytetari e ka kuptuar. Këtë e the me spam për zotin Rama, për Parim Rama që erdhi në fakt në Prishtinë për të jetuar dhe për të drejtuar qytetin me një vizion tjetër. Nuk kisha më thënë erdhi për shkak se edhe në vi nga Mërgata, edhe ne isha në garë për zgjedhjet nacionale po ashtu nga Mërgata sikur edhe për Parim Rama, mirë po vetë fakti që zotëri Uran Ismaili është personi i duhur, kyç, me një po e quaj një vizion të qartë dhe një program të Partisë Demokratike të qartë për Prishtinën, nuk ka asnjë arsye që votuesi mos ta votojë Uran Ismailin dhe Partinë Demokratike që të udhëheqë në kryeqytet. Si është gjendja në kampin demokrat, thënë këtë lloj forme në Kosovë, kur krerët e saj sot që ne flasim, po gjykohen për luftën e UÇK-s dhe jo për të shkuarën e tyre që nga shtetë formimi i Kosovës e deri kur e përfunduan betejën e tyre politike që ndodhi edhe çështja e rotacionit. Është në një moment delikat? E vërtet, Partia Demokratike ka pasur vërtetësitë që tash e pas vite në realitet prej kur presidenti Hashim Thaçi dhe kryetari Kadri Veseli nuk gjenden në mesin tonë, me gjitha sfidat që i kemi pas në si parti dhe liderët tanë, në këtë rast edhe zoti Krasniqi, me të gjithë ekipin kanë qenë sfidat, mirë po janë sfidat e cilat ne i kemi përballu dhe unë mendoj që është menaxhu si që është mas miri. E kanë dëshmuar dhe zgjedhjet nacionale, ku qytetari ka përqafuar në këtë rast edhe programin e Partisë Demokratike, vizionin e Bedri Hamzës dhe të gjithë kandidatët që kanë qenë në garë, po e quaj ashtu. Megjithatë, mos konsultimi i Kuvendit nuk i ka dhënë një mundësi që deputet të zgjedhur nga qytetarët e Kosovës të tregojnë veten dhe të dëshmojnë që vërtet ajo që ka shprezentuar nga ne ka qenë qartë dhe vizion ose program i Partisë Demokratike për qytetarin. Zoti Neziri, në ditët ku kanë qenë dëshmitarë në mbrojtje të UÇK-s, Euronews ka qenë gjithkohës në transmetim të drejtë për të njohur me gjithë dinamikën e ditës e atyre seancave që në fakt ka një lloj rëndësie por edhe ndjeshmërie në Kosovë, por edhe në Shqipëri, por sidomos në Kosovë. Kur bëm ne një rezume të atyre dëshmive dhe të James Robi në fakt që
ishte në mbrojtje dhe dha dëshminë e tij ku deri diku u lexua sikur ktheu faqen e historisë. Kur e gjykoni ju nga jashtë, a mendon se rrjedha e gjithë historisë, e gjithë akuzave dhe asaj që pritet të ndodhë në pranverën e vitit që vjen, tashmë me sa duket e ka marrë rrugën e zgjidhjes për të kthyer në dhe krerët e UÇK-s? Ne shpresën nuk e kemi humbur si qytetarët Kosovës, si Partia Demokratike, si familjar të presidentit dhe të Kadrive Selit, në këtë rast të kryetarit dhe të gjithë kolegëve të tyre. Shpresa ka qenë gjithherë dhe kem prap shpresën. Mirë po, me ardhin e dëshmitarëve mbrojtës si Xhems Rubin dhe kolegëve ose shokëve të tina, të cilët kanë qenë në vitin 98-99 aktorë të kyç për lirinë e vendit tonë, e ka risjell një shpresë më të madhe tek ne dhe unë e tham këtë rast për këtë çardhje që disa nga aktorët politik të Kosovës nuk e kanë kuptuar me kohë dhe duhet të vjen një Xhems Rubin apo duhet të vinë nga dëshmitarët nga shtetet mike që të dëshmoj ose të rikthejnë në një formë historinë tonë të lavdishme që është shkruar nga ushtria slimtare e Kosovës, po nga këta njerëz të cilët vërtet kanë themuluar dhe kanë qenë njerëz vizionar pas rënies të Adem Jasharit që vërtet e kanë përcjell rrugën e Adem Jasharit dhe nuk e kanë stopuar rrugën e lirisë të vullnetit të popullit. Për një interval kohor gati 5 vite që qëndrojnë në dhomat speciale i shkrerët e UÇK-s, në Hag ka patur betejë të ndryshme, ka patur njolla të ndryshme që i është vënë i gjithë luftës, por edhe eksponentëve që e kanë drejtuar UÇK-n. Me këtë deklaratë, që besoj biem dakord që po ndryshon edhe rrjedha e gjithë gjës, sa janë gjasat që në pranverë të kemi kthimin në Kosovë dhe lirinë e tyre, e më tej, pse jo, edhe katapultimin sërish në jetën dhe në skenën politike në Kosovë, të zotit Thaçi, zotit Veseli, zotit Krasniqi, zotit Selimi? Ne e dim siç ka filluar gjykata, ne e dim që është pretendu tek shtëpia Ver, tek deklarata e Djekmarkit në këtë rast që ka qenë një akuzë totale pa bazë. Mirë po, shpresat prapë po tham nuk do shuhen për shkak se po vjen një ditë e mirë për Kosovën, si thot presidenti, dielli do lind përsëri dhe ne do e dëshmojmë këtë rast kretan e dëshmojnë me këto 5 vite që kanë qëndruar stoikisht në mbrojtjen e të drejtës. Dielli do lind përsëri ka qenë tok fjalë që i fundit në deklaratën e fundit për shtyp të zotit Thaçi para se të shkonte në Hag? E vërtet, në deklaratën e fundit pas se shkon në Hag, dielli do të lindë përsëri. Dhe për fat të keq është një periudhë 5 vjeçare e cila ja merr nga liria e tyre të gjithë ata që gjenden në Hag, mirë po sfidat të cilat ata i kanë kaluar ndër vite nga mosha rinore e tyre deri sot e dëshmon dhe është sfida e fundit për ata liderë dhe për popullin tonë që do e vullosin një formë edhe pavarësinë e shtetit, edhe lirinë e shtetit tonë, formimin e shtetit tonë, kështu që kjo është sfida e fundit për ata. Për të atyre që do dëshmojnë në mbrojtje të UÇK-s dhe i shkrerëve të saj, i druhet politika aktuale e Kosovës, jo vetëm lëvizjeve të vendosje me zotin Kurti në krye, por edhe partitë e tjera në opozit rikthimit të Hashim Thaçit në politikë? Unë mendoj që nuk do futem në kjo pjesë a i drohet dikush kthimit të liderëve tanë, mirë po unë do fokusohem tek gëzimi i popullatës që ne i presim me padurim. Kështu që kur popullata gëzohet dhe i pret me padurim, nuk ka rëndësi krerë politik të cilët janë kundërshtar politik, a e kanë ndro apo jo. Kështu që kthimi tyne e gëzon Kosovën, e gëzon popullin, e gëzon familjet, kjo ka rëndësi. E qartë, duhet më bësh dhe një krahasim. Dëshmitarët në Hag në mbrojtje të Serbisë dhe dëshmitarët në Hag në mbrojtje të UÇK-s. Për ty si qytetar, për te si politikan dhe si njeri biznesit, sa diferencë kanë, pasi vetëm javën e kaluar kisha zotin Lima i kreun e nismë socialdemokrate në Kosovë dhe pat një qasje shumë humoristike për natyrën e dëshmitarëve. Xhems Rubin, por edhe me që dëshmonte në mbrojtje të UÇK-s, me ata që vinin nga pala serbe e të tjerë për të mbrojtur anën dhe palën serbe. Kanë diferencë në optikën tuaj? Patjetër që kanë diferencë, unë nuk do lëshohem shumë në këtë pjesë për shkak se unë nuk kam qenë dhe nuk jam pjesë e ekipit të mbrojtës dhe po e tham atë që ka unë shoh si qytetar, është për këtë çardhje që krahasohen dëshmitarët në mbrojtjet e ushtrisë së të Kosovës, si Xhems Rubin dhe të tjerë, dhe disa dëshmitarë të cilët për interesa personale kanë shit dinjitetin e tyre, po e quaj kështu, apo edhe kanë harruar vendin e vet, priorin e vet nga vinë
për të mbrojtur vetëm interesin personal, duke dëmtu edhe kryetar të OXK-s, po edhe shtetin e Kosovës, pavarësi në kështu me radhë. Ka një element që dua ta citoj edhe për publikun, që ju, zoti Neziri, si kandidati i Partisë Demokratike për deputetin në zgjedhjet parlamentare që zhvillohen në Kosovë, keni bërë disa premtime. Por ne jemi mësuar me politikën që herë mbajnë e herë s'mbajnë premtimet. Nga ajo që unë kam arritur të konstatoj edhe me miq, kolegë gazetarë në Kosovë, më rezulton se ti nuk u zgjodhe, edhe pse more gati 17.000 vota për të bërë pjesë Kuvendit Kosovës, nuk u zgjodhe deputet, por po bën një veprim apo një sër veprimesh që për politikën tonë, kur them tonë të Shqipërisë e Kosovës, janë anormale, po mban premtimet. Por ti atyre premtimeve që mund të më listosh pak më vonë, pse po e bën? Kisha me fillu kësaj. Unë jam antar i Partisë Demokratike të Kosovës që nga themelimi dhe tash 5 vite më është dhënë mundësia që të jem edhe në opinion për qytetarët e Kosovës dhe kur më është ofruar mundësia që unë të jem kandidat në listën e Partisë Demokratike në këtë rast për zgjedhjet e kaluara, atëherë ka marrë një vendim për veten personalisht, pikë pari dhe për njerëz të cilët gjenden rreth vetes, rreth familjes time dhe të gjithë njerëz të farefisin që kem afër. Kështu që për mua si Isak, si një kandidat i ardhur nga Gjermania, nga Evropa, ka qenë e qartë që edhe nëse nuk futem në parlamentin e Kosovës, atë çka e tham, edhe do e baj vepër dhe do e mbaj. Për shkak se kështu jam mësu, kështu është nga trungi familjar dhe unë kështu mendoj që digniteti i njeriut është para së gjithash. Dhe përderisa unë kam premtu gjana tek qytetarët e Kosovës, në përgjithësi nuk po i marr as komunat ku unë nga komunat Celavi, mirë po të gjithë Kosovën, kam pas një respekt të jashtëzakonshëm për herë të parë në garë, ku unë kam marrë numër të votave të konsiderueshëm, po për fat keq për pak vota nuk mundem të bëj deputet, por nuk është ajo çka unë në vërtet e kam kërkuar me ngulm, për shkak se politika, kam cituar dhe kam thënë disa herë, edhe Parlamenti i Kosovës nuk është vendi punës time. Politika dhe parlamenti duhet shërbej dhe duhet jetë për në shërbim të qytetarëve. Kësaj e konsideroj unë, e kam konsideruar dhe do e konsideroj tërkohën. Mos do ndryshoj kjo qasja jote kur të bësh pjesë e parlamentit, se nuk besoj se je nga ata që do tërhiqesh apo do demoralizohesh se nuk morë një mandat. Ta them të drejtën, demoralizim tek unë nuk ka pas tash e sa vite jetojnë, 50 vite, mirë po unë po e tham kësaj që nuk do të ndroj në asnjë formë, në asnjë mënyrë. Për shkak se unë e kam qytetarin e krah dhe atë çka qytetari më ofron nuk mundet politika të më ofrojë. Atë çka unë mundem qytetarit të ofroj, unë mendoj që përmes parlamentit, po, e kam më të lehtë rrugën, edhe kësaj tek mbajtja premtimeve është më punë që bëhet individualisht përmes meje ose përmes kompanive tona që më ndihmojnë, mirë po, pra po e them, vetëm politika e lehtëson rrugtimin mu si kandidat, që të jem më afër qytetarit, po edhe të sjell qytetarit një jetë më të mirë, një jetë më të dinjitetshme, për shkak se unë e kam thënë edhe gjatë fushatës dhe e tham prap, Kosova ka një potencial të jashtëzakonshëm të rinisë, të njerëzve, ka një potencial të jashtëzakonshëm të financave, ka një dituri të jashtëzakonshme, vetëm duhet të kombinohen këto 3 gjëra edhe me përvojën që ne kemi mundësi ta sjellim. E qartë, kur e shikon në mënyrë pragmatiste, por edhe në distancë çështjen e parlamentit të Kosovës, bëhet politike mirë për te ngërcit politik që patëm në muajt e fundit me emrin e zonjës Haxhiu, po kur është në nivelin makro, në vitet e fundit, 2 mandatet e fundit, po them, por edhe në kohën kur zoti Thaçi drejtonte vendin. Jemi larg asaj politikës reale, asaj politikës përfillt, asaj politikës që nuk ngelet në kuadrin e demagogjisë, por shkon tek njerëzit. Jemi larg? Nëse marrim një krahasim tek qeverisja më hershme të zotit Thaçit dhe qeverisjen aktuale, kemi këtu një dallim shumë të madh, për shkak se ne kemi dëshmuar në qeverisjen e Partisë Demokratike të Kosovës që gjitha gjërat që ne sot i gëzojmë me infrastrukturën që ne kemi sot në Kosovë është thuajse mbi 90% nga Partia Demokratike, me vulën e Partisë Demokratike, me udhëheqjen e Partisë Demokratike. Mirë po tek pjesa tjetër, nëse ne kalojmë ose nëse ne mendoj tash politikën gjermane ku shqiptarët kanë një pozicion komplet tjetër në Evropë, konkretisht po flas për Gjermani, ta them të drejtën jem ca larg. Do të thonë kem mundësi me ndryshu për të mirën e vendit. Dhe kjo është ajo që ndërlidh në realitet me përvojat tona.
Unë se do të intervistoj sërish dhe uroj të vish sërish studion time, por ke frikë se mund të demoralizosh në vitet në vijim, kur sa më shumë e njeh politikën dhe bësh pjesë e saj, nga njerë edhe demoralizosh kur shes se si është vërtet realiteti i prekshëm. Jo, unë mendoj që nëse futem ma thellë në politikë dhe jam në vite ma gjatë, unë atëherë vetëm nuk do e kursej asë një minut nga vetja, apo asë një sekund të e thamë të dijes, apo asë të kapacitetit tonë që ne posedojmë, për shkak se unë mendoj që deri tash për veten time, për kompaninë dhe për familjen jemi kujdes, dhe unë jam deklaruar qysh në fillim që do i dedikohem Kosovës për atë sa ka nevojë. Do të thonë nuk ka mundësi me ndru këto, nuk ka demoralizim. Unë sa fokusohem, sa futem më thellë, atëherë vetëm forcohem. Dhe atëherë do jem në pikat kyçe ku ne mundem me ndru diçka. Do më thuash apo do artikulosh 2-3 premtime që i ke mbajtur që pse jo të marrin mësimet dhe disa nga eksponentët tanë në Shqipëri. Ata që janë deputet, s'po them ata që nuk u bën pjesë e parlamentit. Qoftë tash, ne jem tash 27 vite në Gjermani. Unë personalisht me kompaninë time kem marrë student, për shembull, nga viti 2010, student të cilët vinë në punë sezonale në Gjermani nga të gjitha trojet shqiptare. Dhe këtu ka rezultuar që studentët e cilët vinë në Gjermani punojnë dhe vetë financohen për shkollimin në vendet nga ata vinë, ka rezultuar që ata studentë mos të lëshojnë vendin. Dhe qëllimi, fokusi është, pikësynimi ynë është këtu që rinia mos të largohet nga vendi. Për shkak se ne duhet të pretendojmë rinin tonë të ndalim, dijen tonë të ndalim në vendin tonë. Dhe vetëm kështu ke mundësi me vazhdo përpara. Ndonë se është një sfidë shumë e madhe gjithë vendeve, jo vetëm e Kosovës. Detaj tjetër që kanë ndihmuar qytetarët apo premtim tjetër i mbajtur thënë ndryshe? Kisha mi potencu, dhe më thanë, gjatë fushatës në kam pas disa premtimet që kanë qenë laptop për shkollat për komunat e Kosovës, atë ku ne kemi pas mundësi, laptop për shkollat, kem sjell inventar si donacion nga Gjermania, nuk e di sa është tash realet i përmendur në të gjitha që ka një kemi bo, mirë pra, po... e ke parë të arsyeshme dhe e ke ndjerë për të investuar? Absolut që po, jo për fushat, jo për votën time, mirë po ato janë bo gjithë herë mas fushatës për shkak se unë kam kërku nga ata qytetarë, të cilët gjatë fushatës i kemi identifiku që kanë nevojë për neve, kam kërku nga ata që vërtet presin derisa kalon fushata dhe unë të merrem personalisht me ta. Kështu që këto premtimet tona të dhëna paraprakisht, ose edhe gjatë fushatës, po ne i kemi mbajt dhe do vazhdojmë me mbajt fjalën për shkak se, po e tham prap, unë mendoj që vetëm kësaj me sinqeritet punë të jem pra qytetarëve, vetëm kështu vlerësohemi ne si njerëz dhe në pikë parë do vlerësohem unë. Dhe unë të përgëzoj për këtë gjë. Faleminderit. Do e shoh emrin e Zotit Neziri sërish në listën e PDK-s të zgjedhjeve që pasojnë? Shpresojmë që po. Nga Partia Demokratike e Kosovës është vlerësuar puna ime dhe vlerësohet nga krejt e partisë dhe ne do të jem prapë në garë. E qartë, sa e takon Kosovës në raport me Serbi, nuk është çështja jotja për ta diskutuar, por a mund të themi se është në një pikë sërish delikate çështja e dialogut? Unë kisha më thënë ndryshe. Ne nga Serbia kemi arrit të largohemi me ndihmën e miqve tanë nga Evropa dhe nga Amerika. Dhe përderisa nuk kemi në raportet e mira me Evropian dhe Amerikan, i bie që kemi një problem serioz me Serbinë. Që mendoj, ne duhet sa më parë që të rikthehemi tek miqtë tanë, tek Evropianët, tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kur ne kemi një miqësi të fortë me këta miq, atëherë i bie që ne s'kemi probleme as me Serbinë. Unë falenderoj shumë. Faleminderit juve. Ndërkohë ne do të shkëputemi për pak momente për të rikthyer në pjesën tjetër të programit ku do të flasim sërish për Kosovë, pra ato që ndodh në skenën dhe jetën politike, takimin e Vjosa Osmanit me Donald Trump dhe izolimin e Zotit Kurti dhe vetë Kosovës.
Autoritetet kosovare kanë thënë se hapësira ajrore e Kosovës është shkelur nga dronë që dyshojnë se janë të futur nga Serbia kohë të fundit, por KFOR në përgjigjen e saj zyrtare thotë se nuk ka identifikuar shkelje me dronë që mund të ndikojnë në siguri në të gjithë Kosovën. Ditë më parë, ministri i brendshëm në detyrë në Kosovë, Xhelal Velça, tha se veprimet e Serbisë kanë për qëllim të tensionojnë dhe të destabilizojnë Kosovën, dhe sa ato po konfirmohen edhe nga organet e rendit dhe sigurisë, përfshirë këtu edhe fluturimin e dronëve në hapësirën ajrore të Kosovës. Kjo deklaratë u konfirmua më pas edhe nga drejtori i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, i cili tha se gjatë ditëve të fundit ka patur fluturime të dronëve dhe se dyshohet se ato vinë nga territori serbis. Gjatë ditëve të fundit kemi pasur fluturime të dronëve që ne po dyshojmë që vinë nga territori serbis në pjesën veriore të Kosovës. Policia është kontakt me KFOR-in, jemi duke monitorimit dhe me pas se çfarë mund të bëhet. Është e rrezikshme pjesën e kufirit, po për qytetarët tonë jog ne jemi duke i mbrojtur po ashtu, ndërsa hapësira ajrore është përgjegjësia e KFOR-it. Ne kemi njoftuar KFOR-in dhe partnerët tonë, KFOR-i është tash përgjegjësia e tyre janë duke punuar për këtë drejtim. Por KFOR ka reaguar zyrtarisht për mediat, duke thënë se nuk janë identifikuar shkelje me dron që mund të ndikojnë në sigurinë e të gjithë Kosovës. Në reagimin e tij zyrtar, gjithashtu thotë se mbetet në kontakt të ngushtë me organizatat e sigurisë së Kosovës dhe me forcat e armatosura të Serbisë, dhe se vazhdon aktivitetin e tij të përditshëm duke kontribuar në ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të qetë për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë. Azdren Shajla na bashkohet në këtë moment për të bërë së bashku një bilans të situatës së sigurisë, por edhe një situatës politike që aq shumë e kemi përfolur dhe kemi vendosur pikpyetje të mëdha. Faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Azdren, nisim pak me këtë lajm të ditës së fundit ku kemi dhe përgjigjen apo reagimin zyrtar që vjen nga KFOR që përgënjeshtron pretendimet e Kosovës në lidhje me hapësirën ajrore të Kosovës që mund të ketë patur edhe dronë që vinë apo mjete fluturuese që mund vinë nga Serbia në shenjë provokimi. Fakti që KFOR i përgënjeshtron, çfarë do të thotë? Po, e përsova gjë dhe është interesant se tashunimi prime ju besoj institucioneve drejtësisë, gjithmonë se nuk troket politika nga lart, pra institucioneve sigurisë falin Kosovës, por nëse aty troket politika që jo rrallë ka provuar disa herë ka arrit qëllimit, atëherë më leme besoj që edhe kjo është një nga ato alarmat e kota për konsum elektoral. Mos harroni ne jemi në zgjedhje lokale dhe kjo ka shumë edhe çon pesh në kuptimin e pozicionimit. Nga ana tjetër KFOR-i po ashtu deklaroi që nuk ka një thenim të hapësirës ajrore të Kosovës, mbetet më pa ditë në vazhdim, nuk po do më ulshohen konkluza është sa KFOR-i apo institucionet tona. Të dy janë profesionale, të dy janë sy hapur aty, megjithatë e ditë edhe situatën sa e ndjeshme është. Megjithatë, mbetet më pa se cila palë ka drejt. Nëse është personalisht nuk habitna nëse Serbia bën provokime të tilla, nga ana tjetër nuk habitna nëse institucionet tona politike duke e ndërhyrë në institucionet e sigurisë, po ashtu bëjnë propaganda të tilla, por me naje para panikun këtu edhe me dalë pastaj me asnjë qëndrime populiste çfarë kemi patur bën vazhdimisht qeverinë Kurti, mos harroni, një 7 herë para kësaj ministri i forcës së sigurisë Kosovës e Jug Maqedonisë ajo vazhdimisht flet se si Serbia kërcënon, Serbia afrohet kufirit, por deri tash nuk ka rezultuar asnjë saktë ose asnjë me potencial rreziku. Kështu që mbetet më pa ditë në vazhdim. Ma shumë po më s'kam çka shtoj sepse nuk kam asnjë informacionjon kush në Kosovë. Kaç ka institucionet tona pretendojnë, por i thotë jo, situata është e qetë dhe jemi në rregull. E qartë, para se të kalojmë tek situata e Vjosa Osmanit në SBA, ka patur takime edhe me Donald Trump, ka patur foton zyrtare, pra një çështje tjetër që vjen nga faktori ndërkombëtar, kur dim se sa izoluar është Kosova dhe Vjosa Osmani sjell një panoramë tjetër. Një çështje që dua vetëm me një fjali të ezaurosh, Dimal Basha sapo ka marrë edhe detyrën si kryeparlamentar, por në fakt që ka edhe një kallëzim penal ndaj tij nga një veteran i UÇK-s, Agim Pllashniku, së bashku me avokatin e tij, kanë dërguar, thënë këtë lloj forme, edhe një kallëzim penal. Pse këto sulme ndaj tij, se njëherë u përfoli edhe se sa i denjishte për vendin që apo pozitën politike që mbante si kryeparlamentar, tashmë vijnë dhe kallëzime. Çfarë po ndodh? Dëgjoni, e para po, Dimal Basha nuk duhet me qenë moralisht në ndërheqje, sepse punimi i tij me një bashkëautorë serbe edhe në mënyrë që cilëson që kënë, ai është dashur me dhënë ndërheqje të paktën morale, po këto nuk e pres për Dimalit, as nuk e pres lëvizjen në vendosje me inicuar shkarkimin e tij. Nga ana tjetër akuza e atij veteranit Pllashniku është kot. Sepse në fund ditës Dimal Basha, sepse aty u tha nga avokati i tij që po ashtu është kot, që Dimal Basha mundet me u kërcënua ose mundet me përfunduar në burg. Në fund ditës, hiq funksionin e tij
po supozojmë për një moment, Bimali shkarkohet nga kreu i kuvendit, si qytetari i Kosovës, ai ka drejt me pas një opinion. Qoftë këtë në kundërshtim me shqiptarët, nuk po thonë që pajtona, nuk po thonë që ka bërë mirë, por në fund ditës, çdo shqiptar, çdo njeri, çdo qytetar i Kosovës ka drejt me bërë një punim shkencor, ka drejt me hedhë një pretendim, një teje caktuar për një pjesë historisë, pavarësisht a pajtohen shqiptarët. A pse më shkuan në burg në saj e ka atë mendim të vërtet për që kanë. Kjo pastaj kur e ngarkon me postën e kryekomendarit, po, e drejtë kërkesa për shkarkim, por kërcënimi ose pretendimi që duhet më burgosi Malbasha. Sa ai mendon ashtu për që kanë, kjo është këtë kohë edhe në ka pak shkarake, kështu që nuk ka pala aty seriozitet. Qartë. Takim zyrtar, Vjosa Osmani në atë takim me Donald Trump. Çfarë tregon? Po shkrihen raportet e ngrira apo të ngurtësuara mes Kosovës dhe SBA-s, apo nuk është Albin Kurti dhe pra çka nuk është ai, çdo takim tjetër nuk ka vlerën dhe peshën e tij. Dëgjoni, presidenti i Kosovës, këtë presidenti ai ka ato kompetenca që i ka, e përfaqëson Kosovën në raportet diplomatike tashmë të konsoliduara, ndërkohë kryeministri i Kosovës ka kompetenca tjera, ai e përfaqëson Kosovën në raportet diplomatike që janë konsolidime si për ta zonë, dialogu me Serbinë, i takon edhe me kushtetutë kryeministrit. Në këtë rast, distancimi i Kurtit edhe ofrimi i Osmanit tregon që amerikanët e kanë qartë. Kjo për shqiptarët e Kosovës lexohet qartë. Njëri politikan po vepron në kundërshtim me linjat amerikane, e tjetri është më i relaksuar në këtë pikë, këtë rast Vjosa Osmani, edhe atë aleancën ose atë bashkëpunimin tonë që është ekzistencial, është vital për Kosovën, ka shkia Amerikës nuk e lëshon asnjëherë. Mu vjen mirë që më në fund Vjosa Osmani, paktën i përfaqësuesi i lartë politik i Kosovës, takohet me Donald Trump, që është presidenti i shtetit më fuqishëm në botë, por jo Kurti. E kishte gëzuar fakti që ishte aty edhe kryeministri i Kosovës, por me veprimet e tija, paraprakisht pezullimin e dialogut strategjik që bën SBA-ja, por shkak të veprimeve të Kurtit, ai nuk ka shansa me u marrë seriozisht edhe me u prit në takimet e niveleve të larta. Prandaj, për Kosovën është keq, në fund ditës, ai është kryetari i qeverisë, ai ekzekuton vendimet edhe pozicionin e Kosovës, jo Osmani. Osmani mirë që është aty, mëzoj ky fakt, nuk e dim që kanë folë, mbase e marrin vesh ditën e vazhdim, por megjithatë i shkon mirë edhe kryeministri i Kosovës të paktën në këtë pikë. Jo pse Vjosa është një politikane kushtetim me performancë ose e drejtë raport me ne qytetarëtu, por megjithatë nuk e lëshon asnjëherë edhe di e kupton rëndësinë e një aleancë gati të përhershme shqiptarëve me Amerikën. Ndërkohë Kurti këtë aleancë shpeshherë ka vënë pikë pyetje, jo pa qëllim. Kurti beson që konfrontimi ose, si më thonë, ballafaqimi me Amerikanë, qoftë duke i rrezikuar do raportet që janë për ne, po e përsërisë ekzistenciale, është vlerë vetë, sepse ajo është mundësi bolshevike, vjedhimisht këto raportet ngrime me Amerikën, që i ka kryeministri janë, por Kurtin edhe militantët e tij që e ndjekin në mënyrë të verbër, është vlerë edhe shtesë. Ajo është morë për kosovarë që e kuptojnë rëndësinë çka është me praktikisht Amerika, por je për militantin e Kurtit që me vite është shqyje me demagogji të majtë, me demagogji komuniste. Prandaj, këtu është problemi. Duhet Albin Kurti me qenë aty, por e që Osmanit. Këtë rast e kemi vetëm njërin politikan, që është mirë, po Kurti është kabim. Domethënë, kësaj çastit Kurtit, shqiptarët e Kosovës ja shkojnë sherrin. Ne kemi sankcione nga Europa, por shkak të veprimeve të qeverisë. Ne kemi sot pezullim dialogu strategjik, por shkak të qeverisë që i vjen amerikanët në qatë me këtë kryeministër. Nuk bashkëpunojmë nivelet larta, komunikojmë minimalisht, aq sa na e obligon ai, si më thonë, obligimi tyre ligjor edhe ajo interesi tyre me marrë një raport me Amerikën. Po me këtë kryeministër jo, pra ata po e bëjnë qartë. Se kemi me Kosovën, e kemi me kryeministrin. Kryeministri Kurti ose reflekton, ose në të kundërtën duhet me reflektuar qytetarët e Kosovës, kurdo që ka zgjedhje përgjithshme me e hek edhe me ndeshku me votë. Azdren, keni një shprehje shumë të bukur që e përdorni ju të Kosovës, po themi ju kosovarët, të Kosovës në politikë. Masha e tij, në këtë rast, në raport me faktorin ndërkombëtar, e cilësoni Vjosa Osmanin si mash të zotit Kurti, apo për shkak pozicioneve që ato mbajnë nuk qëndron si argument? Në këto kohë të fundit Osmanin kemi pa duke bërë veprime skandaloze, domethënë tu bë palë me Kurtin duke godit gjykatën kushtetuese, vendimet e saj, duke bë palë politike e një grupacioni politik që vendosja, që i vjen është masha Albin Kurtit, edhe kjo mu vjen keq që aty, por kur shkojmë në State Department, kur shkojmë SBA atje, Vjosa Osmani e te i kalon, si më thonë, hipotek që e ka Kurtit, edhe sepse aty kalkulon edhe interesin e politik. Osmani beson, naivisht, që prutja raportit me Amerikën, që është mirë për Kosovën, po e përsëris prapë, që mos ta minimizojmë si rol të rëndësishëm që e ka,
Nga në tjetër, në Kosovë e ve kapelën tjetër, ka Osmani po lumë dy kapela. Kosovë e ka kapelën e njerit bindon ndaj Albin Kurtit, në komë SBA po ashtu i lunë raporte. Kjo zotësi e saj politike për Kosovës nuk i sjell kur gjë. Po nditos edhe Osmani është fal politike dhe po me përgjigje direkt, Osmani është mashë e Kurtit, ajo në Kosovë kur kthehej, kur do që e bën, ka me provuar në kallëzu që Kosova nuk i ka raportet e ngrime me Amerikën. E vërtet Kosova si ka, kosovar kjo, Albin Kurti i ka. E këto Osmani nuk e pranon. Pavarësisht ajo e din që Kurti është i papranueshëm në rendit e larta të politikës amerikane. Kurse po e lun ka pak edhe rolin e Kurtit, edhe interesin e vet personal, sepse është në kërkim një mandat i dytë për presidente. Kjo mbase e ndihmon, sepse takimi me Trumpin është i rëndësishëm. Qytetarët e Kosovës e vlerësojnë. Politika kosovare me gjithë mospajtimet që i ka me Osmanin e vlerëson. Por nga në tjetër, kjo i shërben edhe Kurtit, sepse në Kosovë filloi propaganda. Dje edhe sot po thuhet, apo e shihni, ju analisat tu kritik tu atakuar edhe unë në faqen e vendosjes, që shflisni kod dhe me Amerika e ka mirë punën me Kosovën, na e dim këtë punë. Amerika e ka punën të keq me Albin Kurtin, jo me Kosovën. Të qartë, sa i takon zgjedhjeve, po shkon drejt një procesi tjetër zgjedhor, zgjedhjet vendore, kandidatët tashmë kanë nisur fushatën dhe po afrojmë. E shikon si një proces fushate të qetë, kur e krahason me zgjedhjet vendore, apo për shkak të situatës politike që pasoi zgjedhjet e shkurtit, vëmendja është më e shtuar që secila parti të ripozicionohet dhe të fitojë një komunë më shumë? Para fushata lokale, Kosova shumë e zvet, ka pak aktivitet, gati minimal, kjo edhe nga base qytetarët në lodh nga kjo mënyrë të bërë politik, tu po i përfshin krejt partitë politike, pa e distancu asnjëherë nga ato. Qytetarët kanë halle tjera, njerëz Kosovë kanë ikë, në dumbime elektorale shohim shumë ma pak njerëz se sa 2021 në zgjedhje lokale, me që i krahasojmë lokale me lokale, por nga ana tjetër, e mira e kësaj pune është e partitë politike, kudo në për çdo nivel komune, po operojnë me profilin e kandidatëve, pa e përdor atë parimin e përgjithshëm, po thonë kushtimisht partia. Dhe në këto fushat, sa kemi pa dhe sot sidomos java punë ka qenë shumë më e nxehtë, ne po shohim që partitë politike që aktualisht udhëheqin në më shumë komuna, që është LDK-ja dhe PDK-ja, prapë janë shumë bindshëm edhe në debatë elektorale, prapë po performojnë më mirë se sa lëvizjeve të vendosje. Edhe ka një disponim shoqëror po ashtu, që modelin qendror që e performojnë partitë politike në Kosovë po përjetohet sikur model i cili potencialisht degëzohet edhe implementohet në nivel komunal. Prandaj sot kandidatëve të vendosjes nuk po arrin të performojnë mirë. Shembulli më eklatant me kuptuar ju është Patron Peci. Pa nis fushata elektorale, pa nis debata zgjedhore në politikë në Kosovë, në studio të ndryshme televizive, ka pas një hamendësim edhe nga shumë kundërshtarë të vendosjes që Patron Peci e merr Mitrovicën pa balotazh. Ndërkohë, kundër kandidati i tij Arjan Tahiri nga rrata e PDK-s, jo vetëm që e ka kalu Patron Pecin, jo vetëm që e ka përmbys situatën, ashtu nuk ka dilema që ka balotazh Mitrovic, po krijuar bindja tjetër që pikërisht Arjan Tahiri ka më marr pa balotazh Mitrovicën, tregon që Peci nga njëra anë përmend dot, edhe nga ana tjetër, qytetari i Mitrovicës po e ndeshkon për keq përdorimet hajnit që i ka bënë në Ministrinë e Bujqësisë. Pra, më vjen mirë që qytetarët e Kosovës e kanë kuptuar ky model qeverisës që është qendror, këtë komunist, këtë me pasojë ekonomike, nuk bën më implementuar në nivel lokal. Pra, dy yjet e fushatës që janë konkret outsider, janë cilësuar në fillim, është Arjan Tahiri, PDK-s Mitrovic, edhe natyra Kuqi e PSD-s në Deçan. Atë natyra po e lëkund seriozisht themelat e një qeverisje gati 25 vjeçare në Deçan, ku aleancat sundon sikur në ato modelet mesjetare, ato feudët mesjetare që i dim nga historia. Prandaj këta dy kandidatë po tregojnë që kur gjë nuk është e pamundur. Qytetarët janë lodhur nga politika e vjetër, po dëshirojnë njerëz të ri, të janë politik edhe alternativa të reja. Këto dy janë elementet më të rëndësishme edhe më interesante të fushatës. Pastaj gara për Prishtinën sigurisht e ka një rëndësi të veçantë, që po besoj se do të flasim pak minuta se na kanë merr. Sa i takon, mund të themi, asaj lodhje që më artikulove, që qytetarët janë lodhur nga politika e brendshme, nga ajo që serviret edhe në media. Do t'japi një shumë plak me që mos bëjmë pjesë e procesit votimit, apo jemi shumë pragmatist, themi jo, dhe pastaj shkojmë proces votimi përtej se kë votojmë? Unë mendoj që në vota dalin, por qytetari në Kosovë historikisht nuk ka, ose më mirë thonë, zgjedhjet e Kosovës, ato qendrore, ato lokale gjithmonë janë shpërputhje. Për ta supozojmë 2021, me 14 shkurt, vendosja e ka marrë 51%. Ndërkohë me atë disponim popullor,
nuk ke qytetari i Kosovës në zgjedhjet tetore 2021, kur vendosën ndeshkoj edhe la me veç 4 komuna. Njëra e rëndësishme Gjilani, 3 këtë periferike lokale të vogla. Pra jemi të folë me një fakt shumë interesant. Edhe shumë i mirë për demokracinë, mendoj edhe për qytetarin tonë që manifeston me dietë politike. Nuk votohet ai imazhi i partisë në qytetin e Kosovës, por votohen kandidat se kush është më i miri. Atë kohë 2021, tash LDK-ja me rezultatin më dobë zgjedhor, me 12%, futet në zgjedhje lokale mas 6 muaj edhe i merr komunat më në Kosovë, ose merr më shumë di komunë. Njët pason PDK-ja ato, që po ashtu me një rezultat dobë zgjedhor, futet nga lokale edhe i merr një komunë më pak. 2021 PDK-ja kanë me rezultat dobë zgjedhor, bashkë me LDK-n. Por në komuna ka performuar më mirë se Vetëvendosja. Vetëvendosja se metën 4 komuna, Gjilani, Podujeva, Shtimja edhe Kamenica, që i vjen region të parëndësishme, kuptimin e asaj që s'kan potencial as buxhet madh ekonomik, por duhet në qeverisë, edhe mirë është në qeverisë mirë, edhe mas 4 viteve bilanci, to komuna janë këtë qeverisme, rrezikun e ka të madh Vetëvendosja me ju për to 4. Për jashtë Gjilani në cilën mund ta mbaj, sepse fokusi është i partisë këtë Gjilan, që mos më upet të komunë, me gjithë nuk ka lehtë aty, me kandidatin e LDK-s, Arber Ismaili, që i vjen, gara është e hapur edhe në Gjilan. Kjo tregon se qytetari po ndeshkon këtë qeverisje edhe po vlerëson mirëqeverisje. Ne kemi komunën Kosovë që shkojnë pa balotazh. Ta marrim Ferizajin e Animaliut nga PDK-ja, Lipjanin e Imri Ahmetit nga LDK-ja. Pra jemi të folë për disa kryetar komunave që performojnë mirë, e qytetari e pranon pavarësisht siglës partijake. Ndërkohë Vetëvendosjes i mungojnë këto figura, i mungon shembulli i një qeverisje të mirë lokale. Alban Hyseni është qeverisje skandaloze në Gjilan. Katerina Rama në Kamenicë, skandaloze. Në Shtimje, po ashtu skandaloze. Po do je aq skandaloze sa që kryetari i komunës e vjet edhe polikollorin e shkollave që formuloi shkolla, e çon e lynë shkrinë vet. Do të thonë që ka niveli i ulët i ajnis vot në këto komune ku qeverisë Vetëvendosja. Shpresoj shumë që me 12 tetor e marrin ndeshkimin e merituar edhe ta kryetar komune nga rata e vet. Azren, sa i takon komunave kur bën një rezume të përgjithshme. Mitrovica dhe Prishtina, po në rend Prishtina dhe Mitrovica kanë vëmendje në më të madhe për shkak të natyrës kryeqytet, por edhe çështja e sigurisë Kosovës në veri, apo jo, shikohet në nivel tjetër, pra të gjitha kanë rëndësinë e saj? Jo, Mitrovica e Jugut nuk e ka rëndësi të madhe për shkak të sigurisë, sepse Mitrovica e Jugut është e sigurt, nuk ka aty pretendime serbe në kuptimin e uzurpimit territorial. Por Mitrovica e ka bërë interesant kandidati i PDK-s, i cili po e përsëris deri para se me fillu fushata, derisa ka ndalë në debate publike kryetar, kandidat për kryetar, ka qenë po cilësua outsider, ndërkohë Arjan Tahiri po performon shkëlqyeshëm, pas shpylli fushatës, ndërkohë po ton Peci, në asnjë debat nuk arrin me justifikue, lere me argument, so flasim për argumenta, justifikue këtë qeverisjen, dobësinë e tij, mungesën e dijeve dhe çfarë funksionon në qeverisje lokale. Prandaj u bë interesant sepse e riktheu e përmirësi situatën Arjan Tahiri. Prishtina po ashtu është interesant, po krahas Prishtinës, një garë shumë interesant është në Drenas, një komunë e vogël, po aty ka një luftë mes PDK-s, Rami Sadrovsi i dal nga PDK-ja, me një grupacion vet politik, me një listë vetën, edhe kandidati i PDK-s i nominuar nga qendra, Petrit Hajdari. Rami Sadrovsi e ka një pretendim që është viktime e PDK-s, mbi bazën e këtij viktimizimi dëshiron me marrë Renasën e një mandat, ndërkohë Petrit Hajdari, një kandidat shumë serioz, shumë i mirë, por me të do të shohim. Kush e fiton Renasin, atëherë i çot dilema, a ka faj PDK-ja që nuk e ka kandiduar Lladerovcin edhe një mandat, apo është faj Lladerovcit se e ka braktisë linjën politike të PDK-s. Në gjykimin tim, leximin tim, sa e shoh, kam shumë miq atje, shkoj shpesh në Renasën, më pëlqen me në atë vend historik e heroik. Unë mendoj që Petrit Hajdari fiton komunën edhe Lladerovcit i del bllofi që e ka ndërtuar si pasojë një viktimizimi, duke atakuar PDK-n, partinë e vet deri djeshme me instruksionet e Albin Kurtit, sepse në Kosovë është janë pak lidhë me nyje, ne them lëm pak kohë me shpjeguar. Për shembull, Rani Ismaili i PDK-s, që është nga të Prishtinë, që është shumë serioz dhe besoj ka më qenë fitues në fund pas balotazhit, aty ka një akuzë ose ka një spekulim publik këtu, që ajo është peng i familjes Sakut, një komandant nga Drenica, se kjo Prishtinë të hub vota, sepse kjo komplekset urbane për Prishnalive nuk e durojnë, madhami kushimisht nëse është e vërtet, dominimin e familjes Sakut përmes Orhan Ismailit. Kjo në basë edhe qëndron në një moment, po e marrin të mirëqenjë.
qytetarët e Drenasit nuk kanë mjaftuar Ramazan Rocit kur të kuptojnë që ky po fol si Albin Kurti. E Albin Kurti pikërisht Drenasin e Skënderajit, dy komunat më heroike të Kosovës, i kalon në fshirën e Patit kur ndodhi fatkeqësia e vërshimeve nga Shiu në Kosovë para 2 viteve. Prandaj është mirë mu pa dhe në fund skenarit. Pra ka një luftë, një propagandë, dhe vendosja e sponsorizon fshetas propagandën e Ladrocit, ndërkohë Petit Hajdari po performon mirë si një qytetar, si një djalë që vjen nga një familje patriotike me kontribut më të plot, gjithashtu me vizion qartë politik edhe për qeverisë lokale. E japim pjesën e fundit çështjes së kësaj bisede, çështjes debatit publik, debatit në ekran, debatit në televizion përtej ngjyrave politike. Je gjithmonë kritik ndaj politikës Kosovë dhe këtë nuk e diskutojmë fare, por kur arrin deri në këtë lloj niveli, maturie po them, për të dalë përballë dhe për ta gjykuar publiku se kush vlen më shumë. Çfarë standardi është ky? Gjoni, në Kosovë, që ky nivel maturie është, në nivel komunal, me shkrimtën e komunave është, për shembull Prizreni, Gjakova, pavarësisht siglave partijake, masën kandidat, çka kanë bërë deri tash për aktual, çka pretendojnë këta të rinj që pretendojnë me qenë kryetar. Pra shoh Drenasin edhe Prishtinën, që është lojë politike që sponsorizohet nga qendra, PDK-ja kundër vendosjes, propagandë ndërsjellë në një tjetër. Në gjykimin tim, në këtë luftë politike, mediatike ka drejt PDK-ja, jo vendosja. Jo pse unë jam me PDK-n ose diçka, ata kanë probleme e gabime, por lart më e mirë dhe lart më serioze se vendosja. Këta dimit propagandë. Kështu që niveli politik në Kosovë është mirë. Merr nëse i përcjellni ju gara e kandidatëve në çdo komunë, performohet edhe vlerësohet individi, jo partia. E kishim të nevojshme kur them për Kosovën, por për flas dhe për realitetin shqiptar. Të shihnim këtë panoramë në ekrane të secilit kandidat për të ngjyrimeve që merr guximin edhe i përgjigjet jo vetëm pyetjes së medias, por edhe vetë atyre që ka përballë, të konkurrentëve që ka përballë për betejën që mund të ketë nëse zgjidhet kryetari një komune respektive në 4 vitet që pasojnë. Është një lloj maturie, një niveli pjekurie. Sigurisht. Kosovën prej vitesh e karakterizon një pjekuri politike, e gjithë kandidatëve, sidomos në zgjedhje lokale, ato qendrore shkojnë e keni pave vetë, por në zgjedhje lokale definitivisht unë po shoh një kulturë të lartë debatit. E pra se ke parë gjithmonë me nota negative realitetin politik në Kosovë. Ja ku e ke shembullin konkret. Bëu pak më pozitiv. Jo pozitiv jam, unë e thash, ka plashime të vogla, por kandidat në për komunat Kosovës, në për qytetet Kosovës, për një me kanë shfaq maturi edhe kulturë debati. Pra, pa përjashtim gjithmonë ka plashime të vogla. Hiqin Ramazan Rocit që folun, po gadet në Rbres, hiq garën e Prishtinës që përparim Rama edhe Ajrova Qeku, po të përmojnë ngërditshëm timin e asaj qysh po e akuzojnë kundërshtarë të tjerë, por kjo është përjashtimi, rregulli është, këtë komuna tjera që kanë një kulturë debati dhe ballafaqojnë argumentat, jo stigma, jo linçimi, jo ofendimi ndërsjellë. E kjo më gëzon mua. E qartë. Ka dhe një gjë tjetër që dua ta diskutoj si çështje të fundit në lidhje me reagimet që vinë në rrjetet sociale të qytetarit të në këllë forme që ngriti dronin në stadiumin e Beogradit. Ka një numërim që vjen në ulje, sikur do të kemi dhe një ngjarje që mund ta pasoj një numërim brapsht në këtë lloj forme. Si mund të analizohet? Ka rënë në sy në fakt atyre që ndjekësve të tij, por edhe tek mediat e gazetarët, por nuk është se kemi një panoramë të qartë se çfarë mund të ndodhë. Një lloj provokimi mund ta lexosh apo mund të shihet diçka apo një ngjarje? Ku shohim këtë numërim që vjen brapsht? Dëgjoni, e para, edhe ajo e 4 metës ka qenë provokim, pavarësisht që neve shqiptarëve na pëlqen, po që kjo është defekti nacionalistit. Nuk arrin me pa problemin nga perspektiva e tjetrit. Ajo harta e Shqipërisë etnike, pavarësisht që na pëlqen neve, është ndërfshira tona romantike, por Serbinë, Malinezi, Greqinë është kërcënim kufive, apo nëse është platformë politike e shqiptarëve. E mira atko që asnjë politikan, as i Kosovës apo Hashim Thaçi, as Edi Rama në Shqipëri, nuk doli me thonë që kjo hartë është projekti politik i shqiptarëve. Distancim estetik shumë i mirë. Nga nga tjetër, Ballis Morina për mua është një tipos, nuk perspektive vim racional, por unë imi bindër që nuk ka shansa me përserit 24 metën. Ato i ka për vëmendje publikut, unë e menoj që ndeshja e 11 tetorit nëse zgaboj, ka me kalu pa incidente, as një shqiptar nuk ka me guxuar me bon një provokim tillë nacionalist midis Beogradit, por aset gjithashtu nuk ju shkon mendja më me përserit skenarin makabër që e kemi pa atko në 24 metën ku e pam se çfarë mënyre përfundojnë ndeshja. Pra, këto janë më shumë lojë publike, luftë psikologjike para ndeshjes, por ndeshja gjykimin tani ka më shku shumë tjetër dhe mirë. Është interes edhe i Serbisë me dalë paq nga ajo ndeshje,
edhe i Shqipërisë po ashtu. Kështu që ka më konë ndeshën futbolli, sigurisht takimi mbrana ka më konë shumë i ashpër. Kujdes ku përmend çështjen e Serbisë, do bëhesh prap titull shumë i rëndësishëm i portaleve dhe do bëhesh shumë share. Dëgjoni, une kom qenë me debatu ose me folë për audiencë që debatojnë një për ata që Trokasin. Por Turqia i kanë Parijgjaran, i kanë ka nacionalistët arabsot që flasin për budallakit historisë, po unë s'poj pjesë ata. Azdren, si gjithmonë kënaqësi. Kënaqësi, faleminderit. Shkputemi për pak momente për të rikthyer në pjesën e fundit të programit me situatën e kushtetueses po në Kosovë.
Rikthehemi në këtë pjesë fundit të programit ku do të flasim për atë që po ndodh prej gati një viti thënë këtë lloj forme në rrugët kryesore të Novi Sadit, Beogradit dhe jo vetëm në lidhje me reagimin ndaj qeverisë Aleksandar Vučić. Në këtë moment Nejat Veluli, koleg gazetar nga Presheva, na bashkohet online. Faleminderit që jemi na. Përshëndetje nga Lugina Preshevës për ju në studio dhe gjithë shikues të juj. Nga Lugina Preshevës e ftohtë me shi në temperaturë 10 gradë sot. Faleminderit shumë që jemi ne. Para se të flasim për atë që po ndodh realisht në rrugët e Serbisë për reagimin e qytetarëve, shoqërisë civile, opozita, por edhe studentët që u bën bashkë në unison për të rrëzuar qeverinë e Aleksandar Vučić për gati një viti, por me sa duket nuk po ecojnë misionin e tyre deri në fund për 1001 arsye që do i listojmë së bashku. Mediat atje, a janë në presion për të pasqyruar situatën që po ndodh? Në Serbi kemi të ndara dy bloqet të medjave. Kemi pro-Vučić, pro-qeveritarë dhe mediat e pavarura që janë të gulfatëra dhe nuk kanë mundësi të veprojnë ashtu si të duajnë, të informojnë për interesin publik. Dhe thotë kemi presione njëra anë atë që thash të medjave që janë të mundohen të jenë neutrale, mundohen të pasqyrojnë situatën reale që ka po ndodhë 11 muajt e fundit në Serbi dhe media shumica me frekuencë nacionale, si që janë televizionet dhe radio dhe gjithë shka që ka mekanizëm të informimit që është pro-Vučić, pro-qeveritar, ata ka një politikë redaktuese cilë të paraqesi situatën sikur që nuk po ndodhë asgjë, madje edhe zhvillojnë fushat për minimin vërtet për uljen e intensitetit të protestave dhe shpikjen afera ndryshme, i njollosin protestuesit skenare të ndryshme, do të thotë situata sa i përket mediave në Serbi është e mjegulluar dhe tashmë definitive në dy bloqe, në dy anë. E qartë, protesta vazhdon. Një vit reagim ndaj qeverisë Aleksandar Vučić, me disa ftesa apo shtrirje dore nga Aleksandar Vučić në anë të protestuesve, asnjë reagim dhe misioni i tyre ndonse me shumë zemër, me shumë zell, por edhe me shumë pastërti, nuk po shkon në fund për ta rrëzuar qeverinë e tyre. Po shuhet ka nota të uljes së numrit të atyre që protestojnë, çfarë po ndodh? Tash në Serbi, s'di sani të informum, kemi dy paralel po zhvillohen protesta në dy drejtime. Kemi protestat e studentave dhe popullata, gjitha kategoritë e pakënaqur që po proteston këta 11 muajt e fundit për rrëzimin e pushtetit të Vučićit dhe kemi paralel në anën tjetër protestat kundër protestave. Do thotë që i organizon partia në pushtet dhe qeveria aktuale, që janë edhe më masovike, për shkak se nesër për shembull kemi protesta në 200 vende të Serbisë ku do të mbahen protesta ku është organizatore SNS, partia e presidentit serb Aleksandar Vučić. Pritet që është kjo një tentativë e vet Aleksandar Vučić për të bërë pak atë shkrirjen dhe për të humbur vëmendjen e asaj që ishte apo si nisi si një protest e pastër me qëllime dhe ideale të qarta? Kjo është vikendi i tretë apo i katërti me radhë që organizojnë këto protesta kundër protestave. Dhe këta me qenë se i kanë mekanizmat shtetëror në dispozicion dhe i organizojnë edhe më fuqishëm se protestat anti-qeveri. Nesër për shembull, si mbas parashikimeve të ekspertëve që i përcjellin këto rrethana në Serbi, parashipet që rreth gjysmë milioni popullat do të jetë në rrugët e Serbisë në gjitha qytete me protestat që do të organizoje qeveria. Si kundërreagim, si rezistencë e protestave ato që thamë që po mbahen aq kohë të gjatë. Dhe kjo është një tendencë që ta minimizoje fuqinë e studentave, do të protestuesve studenta, dhe mundohen që të paraqesin se në anën e studentëve janë një grup njerëzish, një grusht njerëzish që janë pak, që nuk përfaqësojnë
popullatës shumicë në Serbi, madje mundohen të i paraqesin se nuk e prezantojnë, nuk e përfaqësojnë edhe numrin më të madh të studentëve të gjitha universiteteve në Serbi, siç janë Novi Sadi, Beogradi dhe Nishi. Do thotë këtu është duke u zhvilluar edhe një luftë e ftohtë me plot konspiracione që njëra tjetër do thotë tash pushteti i Vučićit ka identifikuar një metodologji të re si do tentojë dhe si po mundohet ta zbehen fuqinë dhe ta ule intensitetin e protestave të studentëve. Do ja arri qëllimit? E pa parë deri tash. Do ja arri qëllimit për të zbehur frymën e protestuesve? Sipas dita gjasave mund edhe ta arrije për shkak se kjo kategori e njerëzve që arrin të imobilizoje Aleksandar Vučić të i hudhen në rrugë janë kryesisht punëtor administratë e sektorit publik, siç janë administratat komunale, të ministrive dëshme, doganat, policia, komuna, inspeksionet, madje edhe pensionerët, cilët janë një fuqi, një mekanizëm e Aleksandar Vučić që është numër i madh, mbi 1,5 milion që janë në Serbi, dhe për çudi prej kur është në pushtet Aleksandar Vučić 13 vitet e fundit, kategorinë e pensionistave e ka në një mënyrë si të favorizuar. Ata kujdeset veçanërisht për ta, i arrit shpesh ja ngrit pensionet, ju jep benefite të ndryshme, lehtësime, për udhëtime, për kapela ose çekat për blerjen e artikujve me çmime më të ulta, i dërgon në ujëra termike për shembull këto institucionet që janë për mjekim, çka atyve pensionerëve ju pëlqen, dhe ata janë tash shumë të ndëgjueshëm, për shkak se kanë privilegje, kanë benefite nga pushteti aktual, dhe ata në çdo kohë kur i fton për protest, ata janë aty dhe krijojnë numerikisht krijojnë masivitet, krijojnë shumë dhe kjo i mjafton Aleksandar Vučićit që t'i paraqesin në mediat e veta se janë shumë më masovike se protestat, këto protestat kundër protestave. Do të thotë është një luftë speciale është të zhvilluar këtu, cilën sipas gjitha gjasave ashtu si e komentojnë mediat e pavarur dhe analistë të ndryshëm Serbi, se kjo është një mekanizëm i cili mund edhe të shërbejë, mund edhe të jetë i suksesshëm në favor të Vučićit. E qartë. Sa i takon paradës që në fakt kemi parë ditët e fundit që zhvillohet në rrugët e Serbisë, patjetër një tregim muskujsh i Aleksandar Vučić, pse po e bën në këtë moment? Është një tentativë për të treguar, mund të themi, pozitën, por edhe forcën e saj në Kosovës dhe jo vetëm, apo për situatën e brendshme, për konsum të brendshëm politik? Tash kaloi një javë, sot jemi të shtunën e kalume, ishte parada ushtarake që u mbajt në Beograd, ishte një tendencë të dërgohet mesazh në disa drejtime. Serbia qëndron keq kohën e fundit me Kroacinë dhe zhvilloi një farë rivalitetit në zhvillimin e armatimit më modern dhe ishte një tendencë që për konsum të mbrojtshëm ditor që ta tërheqë vëmendjen nga problemet aktuale. Por ky spektakël me paradën ushtarake nuk i zgjati shumë Vučićit dhe Serbisë, për shkak se shumë shpejt erdhi ai momenti kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërcënohen me futjen e sanksioneve, embargos ndaj industrisë së naftës dhe derivateve në Serbi, dhe kjo është një problem këto 3-4 vitet e fundit që e preokupon opinionin shumë në Serbi, për shkak se aksionari më i madh shumë në rafinerinë vetme që operon në Serbi janë aksionar rus. Dhe ju, siç e dini, sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Serbisë për këtë problem është hera e 6 që prolonguan për nga një muaj, por tash
ky informacioni i fundit ishte se me 1 tetor do të fillojë zbatimi i sanksioneve dhe sot morëm informacionin se është prolongu, është shtyrë edhe për 8 dyta. Dhe meqenëse jemi në prag të dimrit, temperaturat kanë filluar të ulen, kjo ka shkaktuar një çrregullim, një kaos në opinion, ato që ata në kaosin në opinionin të sërbë, dhe vëmendja e popullatës është orientuar se çka do të ndodhe me industrinë e naftës, për shkak se ajo me zinxhir pasandej tërheq ngritjen e çmimeve dhe mungesën e derivateve dhe të gazit dhe gjithçka rreth nxemjes, rreth karburanteve për harximet dytore dhe kjo që thash ai spektakli me paradën ushtarake për fat keq pak ju zgjati. Nëse sa i përket Kosovës, aty në Serbi nuk flitet shumë për shkak se këta ashtu munduan të krijojnë opinion publik se shumë shpejt, një ditë të afërm, Kosovën do ta kthejnë në sovranitetin serb pa ne pasur nevojë për luftë ose për ngritjen e armatimit, fuqizimin për shkak se me kushtetutën e Republikës së Serbisë ende Kosova që ekziston, do të figuron si pjesë administrative, pjesë përbërëse në Republikën e Serbisë dhe këta në asnjë moment kreu shtetëror këtu nuk krijon opinion publik, nuk lanson aso informacione se kërcime se Kosovën do ta kthejnë me luftë, do ta kthejnë me armatim. Këta gjithmonë kështu paraqiten se Kosova do të kthehet me mekanizmat tjerë demokratik të urtë pa probleme se ashtu e rrejnë, ashtu e krijojnë bindjen të opinionit se një gjithë kjo armatim që e furnizon ushtria serbe është t'ja tregojë dhëmbët armikut të përvetuar Kroaci, se cila është një shtet i fuqishëm, është në NATO, është një shtet që ta serbë nuk mund të harrojnë sepse i kam poshtë në luftën e fundit në vitin 1992, lufta e drejtë për drejtë dhe ajo me atë sa Ukraina në kuadër të Kroacisë që ishte, por sikur që është Republika Srpska në Bosnë, ishte kontrolluar nga serbët, nga popullata serbe, por një kohë të gjatë jo lojal, pa disciplinum, problematik dhe ju kujtohet me atë invazionit që ushtria kroate pati realizu, quhej nduket si ishte ajo, e ka pasën një emën, do të brenda 48 orëve që shpartallun atë Oluja ka qenë quhet dhe serbët nuk mund ta falin ato, ende e kanë atë ardhësi dhe tash momentalisht Kroaci mund të thuhet se marrëdhëniet Serbi-Kroaci mund të jenë më të këqija se ndoshta marrëdhëniet me gjitha shtetet e Ballkanit, shtetet e regionit ku ne jetojmë. E qartë, zoti Beruli në fakt ka patur edhe një fjalim në arena ndërkombëtare sa i takon Aleksandar Vučić në zhvillimet e fundit. Cila është qasja që përmban Serbia ndaj zhvillimeve që ndodhin në arenën ndërkombëtare dhe kur e sheh në raport me Kosovën, a e cilësonte Aleksandar Vučić si të përkëdhelur nga faktori ndërkombëtar? Shkëdhe, se përket në arenën ndërkombëtare Vučić fare nuk prengoset se çka mendon pavarësisht të disa marrëveshjeve që ekzistojnë mbas neve ato në vitin 2013-2014 dhe kjo është fundit marrëveshja e Ohrit. Do të thotë që janë shumë të qarta që Serbia nuk guxon ta pengojë Kosovën në drejt integrimeve ndërkombëtare, nuk guxon të punojë në drejtim për çnjohje pavarësisht Kosovës e tjera. Por bëmbjet shumë ta përsëris se kohën e fundit Aleksandar Vučić Kosovën kudo që i jepet mundësia e shfrytëzon për si tendencë për tërheqjen e vëmendjes nga problemet shumë të mëdha që i ka në shtet këtu në Serbi dhe mundohet që Kosovën ta përdore si mekanizëm që të shkaktojë një amulli këtu në të opinionit serb se jemi në probleme, jemi në luftë, jemi në mision për kthyrjen e Kosovës në kuadër të Serbisë. Do të thotë vetëm në atë aspekt e përdor shumë, se përndryshe
unë jetoj në Serbi dhe jam shumë mirë informuar, kam bashkëpunime shumë të mira me që se unë e menaxhoj këtu një televizion në Lugin të Preshevës dhe kam bashkëpunime shumë të mira me mediat nacionale në Serbi dhe kemi qasje në informacione, kemi qasje në anketa, kemi qasje kur bisedoj me popullatën sërbe këtu në Beograd. Nuk ka disponim, nuk ka as fuqi, nuk ka as interesim që Serbia dhe populata sërbe të kthehet në Kosovë sepse e din që atje pret një numër i popullatës rreth 2 milion banor shqiptar, që janë jo lojal, jo të ndëgjueshëm, jo të dëshirueshëm për Serbinë. Dhe kur ne bisedojmë, kur unë zhvilloj intervista me personalitetet të ndryshme serbe, kur ja shtroj këtë pyetje se si mendoni ju ta ktheni Kosovën në kuadër të Serbisë, si mendoni ti bëni ata njerëz, ata kosovarë që jetojnë atje të bëni të ndëgjueshëm dhe të pranueshëm për Serbinë, nuk kanë përgjigje. Do të vjen në opsionin ose do duhet bëhet luftë, ose mekanizma, mënyra tjera nuk ekzistojnë që Serbia të kthehet në Kosovë. Tek e fundit, Serbia ka qenë në Kosovë deri në vitin 1999 me mbi 300.000 trupa atje ushtarake, policore, paramilitare e tjera, kur Kosova ka qenë shumë edhe më adopt ushtarakisht, numerikisht me gjitha institucionet, atëherë nuk ka mund të mbaje, ta krijoje si lojale, si territori qetë. Merrni në moment tash 25 vite, 26 vite pas përfundimit të luftës, kur Kosova ka ardhur në Kosovë konsolidimi i gjitha mekanizmave shtetëror, sigurisht, të hetuesi gjykatave, sistemit juridik e gjithçka tjetër, ekonomikisht qëndron afërsisht si Kosova dhe Serbia, madje në disa raste sa i përket inflacionit, çmimeve, tregut, derivatet, nafte etj. Janë më të volishme në Kosovë se sa në Serbi. Dhe unë kur bisedoj me këta njerëz këtu në Kosovë të profileve ndryshme, ta nuk kanë përgjigje, nuk kanë zgjidhje, nuk kanë ide se si mund. Dhe vim në përfundim se Kosova sërbë i shërben një mit fiktiv, kryesisht politikanëve që të fitojnë vota, fitojnë zgjedhje, me premtime që kanë me kthej Kosovën, vërtet nuk kanë asnjë mekanizëm, nuk kanë asnjë një fuqi që ju jep shpresë që premton se vërtet Kosova mund të kthehet në sovranitetin e Serbisë. Ka patur dhe njoftim nga ana e sigurisë Kosovës që ja ka adresuar KFOR-it në lidhje me dyshimet arsyeshme që mbi hapësirën ajrore të Kosovës kanë fluturuar edhe mjete që vinin apo që provokonin nga pala serbe. Por ka patur një përgënjeshtrim që vjen nga KFOR-i. Si e lexon? Edhe kjo është situatë pak e pakar sepse po jetojmë kohën e kësaj teknologjie kur dronat tash janë bërë. Ne në televizionin tonë kemi 5 apo 6 drona kur xhirojmë kronikat të ndryshme të terren dhe i ngrisim. Dronat mund her pas here edhe të mos ta kontrollojnë territorin, meqenëse këtu jetojmë pjesën administrative. Mos keni qenë ju që jeni bërë objekti dyshimeve të arsyeshme që vinë nga Kosova dhe ja kanë adresuar me njëherë KFOR-it. Po, shqyqa, gjithçka që ndodhë rreth kufilje këtu administrativ Kosovë, Serbi, meqenëse unë tash prej momenti ku bisedoj me ju jam vetëm 4 kilometra jashtë kufinit. Gjithçka që ka ndodhur këtu në territorin e Kosovës ju lihet faji Serbisë dhe gjithçka që ka ndodhur në Serbi ju lihet faji Kosovës. Do thotë ne jemi mësuar të jetojmë me këto probleme dhe kjo sa i përket dronave, ju e dini se kontrollues, bashkues dhe përgjegjës për hapësirën ajrore në Kosovë është KFOR-i. KFOR-i, sidomos nga pjesë KFOR-i amerikan dhe KFOR-i turk që posedojnë teknologji më të përsosur. Do thotë Serbia është e vetëdijshme këto. Madje KFOR-i ka takime baza ditore me ushtrinë serbe e cila është e shtrirë rreth kufinit në Kosovë dhe mund të ketë ndaj provokim kështu sa për ta testuar njëra tjetrën, por asgjë serioze për shkak se Serbia nuk është aq naive që të tentoje ushtarakisht të bëjë ndaj gabim në territorin e Kosovës duke e përdorur forcën, duke i përdorur këto mekanizmat në tjetë ato dhe dron, sepse e din se çfarë pasoja pret, e din se çka i kushton. Kështu që gjithë ato mbeten në spekulime ditore politikanë na kanë edhe në këto. Do thotë neve nuk na lën shumë përshtypje kjo që
këto ditët e fundit shumë po biseduat edhe këtyre dronave. Ministri Svetshla, Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës deklaron se kemi informacione se kanë depërtuar dronat, fori deri atje me komunikat. S'kemi informacione, kemi njoftu se kemi njoftu. Edhe kështu që këto është vetëm për krijimin e një amullie tërheqëse vëmendjes problemet popullatës, për shkak se ato që unë i numërova që kemi probleme shumë të mëdha popullatës në Serbi, por as pak më mirë nuk është edhe në Kosovë, që kanë me këto që tash e kemi kone zgjedhjeve, lokale jemi pushat, e kemi atë situatën që 8 muaj apo 9 muaj kanë kaluar nga mos funksionimi i parlamentit dhe qeverisë, dhe popullatën politikanë kanë mjeshtri, kanë specialitet ta ushqejnë në baza ditore me spekulime të ndryshme. Ju falenderoj shumë. Miru pafshim edhe herë tjetër. Ndërkohë kalojmë në zhvillime të tjera, media izraelite zbulon detaje për marrëveshjen ndërkombëtare në Gaza. SBA është për planit të ish-kryeministrit britanik Tony Blair që të drejtojë administratën tranzitore. Administrata amerikane po mbështet një plan që ish-kryeministri britanik Tony Blair të udhëheqë një autoritet të përkohshëm ndërkombëtar në Gazë me mandat deri në 5 vite. Sipas mediave izraelite, ky organ do të quhet Autoriteti Ndërkombëtar Tranzitor i Gazës dhe fillimisht do të bazohet në Egjipt, përpara se të vendoset në territor me mbështetjen e një force shumëkombëshe arabe të miratuar nga OKB. Plani është modeluar sipas përvojës së Kosovës dhe Timorit Lindor dhe synon kalimin gradual të kontrollit në autoritetin palestinez. Ai parashen një bord prej 7 deri në 10 antarësh, mes tyre përfaqësues palestinez, figura ndërkombëtare dhe antar musliman, dhe një sekretariat me rreth 25 persona. Blair do të ishte figura kryesore, por emri i tij ngjall kundërshtimet të forta te palestinezët, të cilët e akuzojnë për pengimin e shtetësisë së tyre dhe për rolin e tij në luftën e Irakut. Ndërkohë, Asambleja e Përgjithshme e OKB-s ka miratuar një plan tjetër të njohur si Deklarata e New Yorkut, që parashen një administratë teknokratike vetëm për një vit. Ndërkohë, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar një plan tjetër të njohur si Deklarata e New Yorkut, që parashen një administratë teknokratike vetëm për një vit, pas së cilës pushteti do i kalonte një autoriteti palestinez të formuar me kushtetutë të re dhe zgjedhje. Presidenti francez Emmanuel Macron po përpiqet të afrojë dy propozimet sipas The Guardian. Mungesa e një afati të qartë në planin amerikan shihet si një problem nga liderët arab, por nga Izraeli dhe kryeministri Netanyahu vlerësohet si garanci. Trump pas një takimi me lider nga Katari, Arabia Saudite, Jordania, Indonezia dhe Turqia, tha se palët janë afër një marrëveshjeje. Presidenti palestinez Mahmoud Abbas ka deklaruar se Hamas nuk do të ketë rol në qeverisjen e pasluftës, ndërsa Përsëritja e Gaza është pjesë integrale e shtetit të Palestinës dhe se autoriteti palestinez është i gatshëm të marrë përgjegjësi të plota. Trump ndërkohë mohoi çdo mundësi për aneksim të bregut perëndimor nga Izraeli, duke thënë nuk do ta lejoj, nuk do të ndodhë. Prania e disa dronëve të paidentifikuar ka alarmuar autoritetet franceze. Mjetët fluturuese ndodheshin mbi një bazë të rëndësishme ushtarake të vendit, ku vitin e kaluar janë stërvitur ushtar ukrainas. Dronë të paidentifikuar fluturuan mbi bazën ushtarake Mourmelon-le-Grand në veri lindje të Francës, duke nxitur rritjen e masave të sigurisë në kompleksin që strehon regjimentin e tankeve 501 dhe ku janë stërvitur ushtar ukrainas. Zyrtar ushtarak thanë për mediat franceze se mjetët të vogla fluturuese u konstatuan mbi bazë dhe se nuk bëhej fjalë për dronë të pilotuar nga personeli ushtarak. Baza rriti menjëherë masat e sigurisë pas fluturimeve, bëri të ditur gazeta L'Union, e cila raportoi e para incidentin. Mourmelon-le-Grand ka pritur ushtarët ukrainas që ju nënshtruan stërvitjes në kuadër të misionit të koduar Champagne për gjatë vitit 2024. Ligji francez i ndalon ashpërsisht dronët civil të fluturojnë mbi bazat ushtarake apo implante e komplekse të tjera të konsideruara jetike për sigurinë kombëtare. Për shkelësit e ligjit, parashikohen dëshkime me gjoba të rënda ose burg. Incidenti rrit më tej shqetësimin e autoriteteve evropiane nga inkursionet e dronëve në vende të ndryshme të kontinentit të vjetër. Mjetët të shumta fluturuese të pilotuara nga individ të paidentifikuar janë konstatuar së fundmi në hapësirat ajrore të vendeve skandinave, të atyre baltike dhe në Poloni. Krerët e NATO-s dyshojnë se prapa këtyre akteve fshihet Rusia, e cila përmes aksioneve hibride synon të testojë kapacitetet reaguese të vendeve evropiane.
Benjamin Netanyahu është pritur me vërshëllima dhe duartrokitje në sallën e Asamblesë së Përditshme të OKB-s ditën e premte, por pavarësisht braktisjes së auditorit nga një pjesë e të pranishmëve, kryeministri izraelit ka deklaruar se do të çojë deri në fund misionin e nisur në Gaza. Me vërshëllima dhe duartrokitje është pritur kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu në prag të fjalimit të tij në Asamblenë e Përditshme të OKB-s. Kryetari të Asamblesë i është dashur të bëjë disa herë thirrje për vendosjen e qetësisë në sallë, e cila është braktisur nga disa delegacione në shenjë proteste. Në fillim Netanyahu ka përmendur sukseset e Izraelit kundër Iranit, rebelëve Houthi në Yemen, në Siri dhe ndaj liderëve të Hamasit në Gaza. Ai ka treguar gjithashtu atë që e konsideron hartën e terrorit, të cilën këtë vit e ka përditësuar vetë. Vitin e kaluar nga ky podium tregova këtë hartë terrorit të Iranit, që me ritme të shpejta po zhvillon një program bërthamor dhe raketash balistike. Këto plane jo vetëm rrezikojnë të shkatërrojnë Izraelin, por vënë në rrezik edhe Shtetet e Bashkuara, ka thënë Netanyahu. Pasi ka kërkuar rivendosjen e sanksioneve të Kombeve të Bashkuara ndaj Republikës Islamike, kryeministri i Shtetit Hebre ka folur për çështjen palestineze, duke theksuar se njohja e Shtetit të Palestinës është një çmenduri absolute dhe një marrëzi që Izraeli nuk do ta lejojë. Ai e ka quajtur njohjen që i kanë bërë disa vende si të turpshme. Ne duam të përfundojmë punën e nisur në Gaza sa më shpejt e jetë e mundur, ka thënë Netanyahu, duke ju drejtuar me një mesazh militantëve të mbetur të Hamasit, që sipas tij fshihen në qytetin e Gazës. Lironi pengjet dhe ulni armët, nëse e bëni këtë do të jetoni, në rast të kundërt Izraeli nuk do t'ju ndahet, ka vijuar Netanyahu gjatë fjalimit të tij. Zyra e kryeministrit të Izraelit i kishte kërkuar trupave ushtarake të vendosura në Gaza që të vendosnin altoparlantët në shumë pika të enklavës palestineze, në mënyrë që edhe banorët e saj të dëgjonin fjalimin e tij. Për fjalët dhe për lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund të shkarkoni aplikacionin në Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar nesër në orën 10 me të tjera zhvillime. Deri atëherë, bashkë me pafshi.